Tani, kjo është që unë e lidh më shumë me Danimarkën. Kjo është vula e herojit ton kombëtar Gjergj Skënderbeu, që u gjet në Danimark dhe ju e bët publike, madje edhe sot këtu, po na e tregoni historinë si u gjet dhe çfarë është kjo vulë. Dhe fotoja tjetër, domethënë mund ta japi regjia që ta kuptoj dhe foton tjetër. Ja, vula atje në fund. Kthehemi edhe një herë, të lutem regjia, te fotoja para kësaj. Ja, këtu. Po. Tani, duhet kemi parasysh që Danimarka ka qenë një perandori, do thoya, shumë e rëndësishme, një vend shumë i rëndësishëm me vikingët e me gjithë me radhë. Ka bërë edhe luftra në ato kohë e hershme, flasim 1000, 1100, 1200 e radhë. Edhe plashkitse aty këtu vikingët, ke parasysh se rrit nuk po hyte kjo. Se më vonë, mas asaj periudhe, Danimarka u shpall në mbretëri, që është mbretëria natyrisht më e lashtë. Dhe atëherë, në vitin 1679, mos gabohem, mbreti vendosi që të seleksionoj kush do ngelet pasuri kombëtare e Danimarkës. Dhe u bë një proces shumë i gjatë, edhe u ndan gjërat që do ngeleshin në muze, në Danimark, dhe nxori një ligj që këto mund të ikin jashtë Danimarkës, janë të pashitshme dhe mund të ikin jashtë Danimarkës vetëm me një vendim parlamentit. Një nga këto ka qenë dhe vula e Skënderbeut. Po si përfundoi atje vula? Në atë kohë njiheshte si vulë e perandorisë osmane. A kështu quhesh, vula e perandorisë osmane. Dhe për të ardhur tash te koha, në vitin 2003, në fund të vitit 2003, në fillim të vitit 2004, më thret drejtori i muzeut historik të Danimarkës, Kopenhagen, po, dhe më thot ambasador, ne jemi afër një zbulimi të madh. Dhe thot kemi zbuluar një vulë dylli të Skënderbeut. Në perceptimin ton, Skënderbeu duhet të ketë pas 50 vula. 50 vula. 50 vula. Por ne mendojmë që asnjë nuk ka sot, mendojmë që vula e dyllit që po shikohet, mendojmë që është e Skënderbeut. Por për të marrë ky vendim, duhet dhe 3-4 muaj. Ishte një komision që bënte verifikimin. Që bëte verifikimin të me radhë. Dhe komisioni nuk ishte vetëm me këto që merren me antikuaret e këto gjëra me radhë. Ishte një historian, besoj. Jo, edhe njerëz të ndryshëm, edhe mësues, edhe mjekët e me radhë që ishte që bënë këto. Edhe i thash, po qefi madh, tash unë nuk e di atë punë si t'ja bëjmë tek t'ja bëjmë. Në fund fare doli kjo. Edhe shkoi në zyrë dhe kërkoi zyrtarisht mundësisht për ta prurë këtë vulë në Shqipëri. Ai thashte pa mundër, përmendi këtë rregull. Në atë kohë ka qenë ministre e kulturës zonja Artadade, shoqja ime e klasës. Shoqë klasë, të gjithë huaja. 8 vjet në politikë kemi qenë bashkë në një bankë. O sa bukur. Dhe 8 vjet shok shkolle në një bankë. Edhe të mesme dhe të lartë? Edhe të lartë. Të gjithë huaja. Të gjithë huaja. Edhe i them, kështu puna bë, po, duhesh një sigur. Domethënë na vun shumë rregulla danezët. Deshin sigurinë ku do vetë, tek do vetë, si do bë. Dhe ju e sollët këtu? Prit, mas 3 muaj, 4 muaj me policie, me punë, paguam, më kujtohet, po vetëm për sigurinë e saj një $20,000-25,000. Mendosh në fillim fare që të veshte. Në vitin 2004. 2004. Dhe mendoshte që të veshte një herë në Tiranë, pastaj u mendua që të veshte në Krujë. Policia daneze pa se si është i rrethuar muzeu atje me radhë. Dhe vjen në masa të rrepta, 3-4 veta e binat atje. Dhe në moment u shpall kjo, domethënë ky drejtori i muzeut vet. Tha kemi prurë këtë vulën e Skënderbeut. Kështu mendojmë për këtë ka këto. Dhe rezultoi që është i vetmi objekt origjinal i Skënderbeut që pat. I vetmi. Se këtë ata që na ndjekin, domethënë vula që gjetë ti në Danimark ishte vetëm objekt origjinal që ka përdorur Skënderbeu. S'kemi muze, asnjë objekt të Skënderbeut. Dhe ç'ndodh tash ti? Masi e prezantoi ky dolën ja 2 veta. Aty jashtë në një konferencë kjo nuk është vula jonë. Kush është kështu? Nuk ka rëndësi. Shqiptar. Po, nuk është vula jonë. Dhe atëherë u bë gjithë ky sherr i madh, po vula ndetit e muzeut, kur kalon ja 2 muaj, 3 muaj. Te muzeu historik këtu, gjithmonë. Jo në Krujë.
E pse quhet në Krujë? E purin Krujë dhe e lan Krujë për ta marrë për 3 muaj. Nuk e lat në fillim këtu në Tiranë? Jo. Direkt në Krujë. Direkt në Krujë. Do të U lat 3 muaj. Dhe tani pyesun, ore, ka kush me pa? Jo ka, jo s'ka asnjëri nga Instituti i Historisë, to institutet. Çfarë thua? Se thonë nuk është vula jon. Atëherë ka marrë telefon Filip Çakullin, sa ishte hapur fiks fare. Ore Filip thash, shikoj të punë valla se lam nam, nuk e vizitoj. Shumë mirë bër. Çu bë, nuk doli te fiksi, po shkum pastaj pa, kjo nuk është vula jon. Kthehet vula pas 3 muajsh në Kopenhagen dhe takoj drejtorin e muzeut. Pak shumë. Në siklet? Siklet, ambasador, tha. Kam tha një 20 vjet të kjo punë, tha. Kam bret gjithë botën e kështu dhe. Kudo, tha, kërkojnë, tha, kjo është e jona. Njerëzit. Wow. Rasti vetëm, tha, që kjo nuk është e jona, jeni ju. Wow. Po mirë ato 20.000 dollar kush i dha? Shteti. Dhe ai tha, po kush ishte ky më ma e thuaj o... S'ka rëndësi. Çështja është... Ai ishte nisësh të historisë? Kjo është historia. Tani vula është në Kopenhagen. Në Kopenhagen. Dhe vula origjinale se dhe i vetmi objekt origjinal që kemi ne nga heroi kombëtar. Po. Dhe ai tha që nuk është kjo. Po ti e di, po të hapish shtypin e kohës e gjen kollaj. Po, jo më se kemi shkruar vetë atë. Prandaj Po ne unë dua ta sjell nga goja jote në 2026. Kjo është historia. E dhimbshme. Shumë. Okej, kemi foto tjetër? Besoj që s'kemi foto tjera. Jo, kjo është një kështu e shkurt. Po kjo është interesante. Këshilla e Hamletit. Këshilla e Hamletit, që Fanoli ka përkthyer Shakespeare-in. Tani një pyetje ka unë. Ç'pun kishte Shakespeare nga Anglia? Shkruan dhe shumë interesante. Tani, kjo godin këtu është pjesë e qytetit Helsingorit. Helsingori është një qytet. Po në Kopenhagen ishte? Jo, jashtë Kopenhagenit është 60 kilometra. Mua s'më dukesh jashtë ajo. Jashtë Kopenhagen, e kanë marrë. Do më 60 kilometra. Këtu ka qenë, do më në mbretëria, merte taksat më të larta në Danimark. Po pse? Ngushtica më që lidh se unë kalova me anije. Po, veriun. Atë anijen që ke bërë ti nga Helsingori, në Helsingborg, 10 minuta është ngushtica më e madhe. Dhe në atë kohë, mbretëria daneze, thonë kjo është ngushtica ime, do të paguajnë taks çdo anije që të kaloj këtu. Dhe anijet që kalonin, taksa ishte 1 lop. 1 lop? Do më në vlera 1 lope, që do paguani, çdo anije. Dhe 75% e buxhetit të mbretërisë Danimarkës merrte nga taksat e këtij kanali. Domthon ishte një vend shumë strategjik. Janë bërë luftra Helsingori me Helsingborgun afër për kanalin, për ta marrë, për ta pushtuar sepse danezët e kishin të tyre. Janë bërë luftra të përgjakshme. Dhe në fund fare suedezët nga viti 1800 e sa nuk e kanë parasysh, e morën sepse ngriu deti dhe ato e morën pastaj me kalorësi, me kuaj, me kështu, sepse me anije me kështu ishte e pamundur. Sa interesant. Dhe shndodh tash se do kthehen pastaj. Këto dy qytete që kanë qenë shumë luftë njëri me tjetrin, të jashtëzakonshme gjatë derdhje, kanë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, kanë qenë disa herë. Kryetari i Bashkisë Helsingori dhe kryetari i Bashkisë Helsingborgut e promovojnë njësoj si pjesën daneze, sikur të jetë pjesë e territorit tyre për të thithur sa më tepër turist. Shumë interesant. Tani pse bëri Shakespeare këtë? Duke qenë objekti më i famshëm i kohës në botë, tha princi, ne themi Hamleti, por ka qenë një princ anglez që quheshte Hamlet. Me A. Edhe u bë pastaj Hamlet. Edhe kjo bë famshme dhe her pas here domon kjo vesh në skenë edhe këtu. Edhe këtu? Po, ka numër vizitorësh të pafundësh, të objekti më i vizituar në të gjithë Danimarkën. Kështjella e Hamletit. Foto tjetër, më duket se është edhe nuk kemi. Se unë duhet vetëm diçka për atë kanalin, që kanë hapur kanalin në Kopenhagen, ishte ishull. Po. Pa kanal. Po. Edhe futën deti. Po. Çfarë është mrekullim? Po shiko, ka dhe diçka tjetër ç'a bëjnë këto tash. Në Danimark po bëhet afër Kopenhagenit do bëhet një ishull. Ishull artificial? Natural.
Po si ishu aty? S'ka ishu. E ta kalzojmë. Kur kam qenë unë ambasador në vitin 2002, Po? po flasim të demokracia. Më vjen një ftesë në nëndor për të parë cili të tjetë plani i zhvillimit të Kopenhagenit dhe në vitin 2020. Vitin 2002. Edhe ishte i paneli madh, ishin gjithë, tho ishte edhe kryeministri, Anas Fogh Rasmussen në atë kohë ishte. Që ishte... Shefi natës, sekretari natës. E kam intervistuar. E kam intervistuar. Edhe u bë një takim një 2 ditë. Unë smersha vesh tash për çfarë 2020 ishte, se Kopenhageni është qendra, Kopenhageni i vjetër dhe Kopenhageni i ri, që është afër aeroportit. Ishte një fush me ferra, me gjëra, me ca asgjë nuk ishte aty, kishte vetëm një pallat. Domthon që ishin këto aktivitetet politike që bëheshin, domthon i dorës dytë, po themi sot ne. Dhe ku shkon atje fillon do të ndërtohet kështu, ishin bërë gjitha studet, gjitha këto bën një studim shumë të madh. Dhe studimi u paraqit tash nga oda ekonomike e Kosovës. E kësaj, në falë, e kësaj doma ekonomike e Danimarkës. Dhe u bë do ndërtohet kjo kështu, kjo do ngrejt. Dhe në fund fare foli dhe kryeministri dhe tha, ky projekt do të kaloj dorë në dorë pavarësisht kush parti politike vjen pushtet. Do me thënë, është një projekt 40 vjeçar që nuk ka marrë asnjë goditje majtës e djathtas nga askush. Tani në proces e sipër, po zhvilluar shumë metroja e Kopenhagenit. Po zhvillohet, kanë një transport publik të jashtëzakonshëm. Pa makinist. Pa makiniste, pa kështu. Edhe po nxjerrin tash dhe ku dalën të dhem, edhe kanë thënë tash do të ndërtojmë një ishull afër Kopenhagenit. Edhe marrin dhe hedhin det. Edhe mbushin. Po mbushet edhe vash. Çfarë ndërtimesh janë bërë, çfarë kështu domthon, të gjitha këto tash shteti, ajo kompania që hap metronin, do paguaj për dheun që e çon atje me radhë. Dhe kanë bërë tash kontrata edhe për të blerë shtëpia, për banka, për të me radhë, një ishulli që do të bëhet mas disa vitesh. Me çfarë sipërfaqe? Një sipërfaqe modeste do të jetë, por do të jetë një qytet shumë e bukur. Dhe hecin ta kanë fjalën të largpranësia, se si zhvillohen, se si bën, ka një qetësi, nuk ka një etj me radhë. Dhe besimi në institucione është absolut. Dhe unë kam parë popullin më të bukur në botë, sa kam shëtitur unë. Gjithë danezët kishin syt me ngjyrë. Jam i saktë? Po. S'ka danez kështu kaf. Jo, në gjithë. Gjithë, jeshil, blu. Po. Okej. Faleminderit zoti ambasador për këtë bisedë interesante. Faleminderit juve.